Në fshatin Polen të Korçës është ndërtuar një pistë moderne për motocross, e cila çdo fundjavë mbledh 10 ratërinj pasionantë të këtij sporti ekstrem. Me terren të përshtatur dhe standarde të mira, pista konsiderohet nga praktikuesit si një nga më të mirat në Shqipëri për motocross. Të rinjt shprehen se ky sport u jep adrenalinë, emocione të forta, teksa njëkohësisht krijon dhe një alternativë pozitive për kohën e lirë dhe nxit aktivitetin sportiv në zonë. Pjesëmarrësit tregojnë se pista ofron kushte shumë të mira për stërvitje dhe gara, duke theksuar se interesimi është rritur ndjeshëm. Ato kërkojnë mbështetje nga institucionet, kryesisht në drejtim të promovimit, për ta kthyer këtë pistë në një pikë ferimi për motocross në Shqipëri. Kjo pistë po bën gati 6 vjet që është ndërtuar. Deri më sot kjo pistë është më e mira në Shqipëri. Ne kemi pasion në radhë të parë, dëshirë kanë, por është pak punë ekonomia, sepse motorat kanë kozët e tyre. Ka interes, se është diçka që në Shqipëri nuk është parë shumë, ose në Korçë për shembull, nuk e din çfarë është motocrossi. Deri tani ka interes dhe shpresojmë të ketë edhe me të rinjt. Nga bashkia të kishte ndonjë mundësi për të bërë diçka këtu. Fonde qoftë edhe për pistën, qoftë edhe me çfarë kishte mundësi, sado pak, sepse është një sport që po rritet në Shqipëri. Të bësh me motocross është një nga gjërat më të bukura për ne të paktën që praktikojmë. Ka adrenalinë, kemi qejf të zhvillohet më shumë. Pa shteti, ndihma është thjesht ta promovojmë pak më shumë, të na japin një suport që një farë leje që kjo të bëhet si gjë e lishme. Nga shteti duam vetëm promovim. Nga ana financiare e mbulojmë vetë sa mundemi. Mendojnë që të rinjt mund të afrohen këtu, mund të mësojnë? Po, pse jo? Është një sport që të fal adrenalinë, kënaqësi. Kam jetuar dhe jashtë që fëmijë, kupton, jam marrë me këtë pjesë, po edhe në vendet evropiane këto kategori me 1.8 kilometra nuk janë të vështira ati jenë. Me motocross kam rreth 15 vjet që ushtroj këtë gjë, po më pëlqen dhe enduro. Në qoftë se na mbështesin dhe çunat e tjerë, se ka shumë çuna si ne dhe nuk na njenë ne që jemi këtu në Korçë. Besoj se do afrojnë shumë të tjerë si ne. Promovimi i sporteve alternative si motocross konsiderohet një mundësi e mirë për të rinjt, por edhe për zhvillimin e turizmit sportiv në këtë zonë, duke e kthyer Polenën në një destinacion tërheqës për adhuruesit e aventurës.